Të dashur miq, e them që sot do të flasim me tekst të veçantë për gjarprinjat. Një gjallësë që shumicës prej neve na jep frikë, na fal pa siguri. Kohëve të fundit ne jemi dëshmitar të videove të shumta të cilat po hasim në rrjetet të ndryshme sociale, lajme që ndërlidhen me u gjet kjo boll, u gjet ky qarr, për ka këto përmasa, ka këto madhësi, dhe nisur nga krejt kjo situatë, nga fakti që kemi ngritje të temperaturave në një periudhë shumë të shkurtër kohore, është pothuajse normale që kemi kaq shumë gjarprinj të cilët dalin, si themi, dhe frekuentojnë edhe hapësirat pjesët të cilave jemi ne, sepse fundit nuk është toka vetëm e jona, po është e gjitha gjallësave. Gjithsesi, do të flasim me profesorin, ulëmtuesin e reptilëve, zotrin Alban Hyseni, të cilin kemi kënaqësi ta kemi sot në studio. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit të dona shumë për ftesën. Është kënaqësi. Pra, po flasim për gjarprinjët, po flasim për këto gjallësa që janë shumë të frikshme, që në fakt kanë edhe shumë benefite të tjera prej tyre. Por fillimisht, para se të flasim për llojet e gjarprinjve, për ato se si të sillemi, cili është helmues, cili jo, sa janë të rëndësishme krejt këto, po i sillim disa mendime të qytetarëve në njërin prej pjesëve më të frekuentuara të kryeqytetit në Gërmi, atje ku më së shumti hasim edhe gjarprinj. Erioni me Sahitin kanë qenë atje dhe na sillin mendimet e qytetarëve edhe gjarprinjët të cilët e shfrytëzojnë Gërmin si shtëpi të tyre, që është e vërteta. Gërmia është një ndër destinacionet e preferuara të gjithë atyre që jetojnë në kryeqytet dhe duan dalin pak nga ajo ngarkesa e kolonave, e zhurmës, edhe vinë të relaksohen duke dalur të ecin edhe të shijojnë natyrën e Gërmisë. Por tani është sezona e gjarprinjve. Tani do të pyesim qytetarët se si ndihen ata dhe a janë të frikësuar nga këta gjarprinj. Zonjë, ju dilni me hecë në pjesën e Gërmisë. A shqetësojeni se mund të hasni në ndonjë gjarprinj? Unë për vetën time dal çdo ditë, po si vjet asnjëherë nuk kam hasë me pa ndonjë gjarpër. Asnjëherë. Deri sot jo. Nëse do të hasnin ta, a shqetësojeni? Jo, se unë e marr parasysh që është vendi i tyre. Jo edhe aq, normal që duhet me qenë të kujdesshëm për mos mi shkel. Mirë, po jo që shqetëson tepër. Po gjithsesi me pas gjarpni janë të rrezikshëm për fëmijët, për të mëdhajt, për çdo njeri, po unë për vete alo s'kum po, apo thënë që ka. A do t'ishe friksu nëse do t'kishe pa gjarpri? Po që normal, kush nuk friksohet për gjarprit. A t'ka ndodhur me has në herën gjarpri afër shtëpisë? Jo, s'm ka ndodhur, veç me marr masa mirë është. Në shqetësën, rëthmi, shëtitin e thmive dalin këto është rrezik. Për që me botë është. Kjo është mali me gjarpri. A t'ka ndodhur me hasë në gjarprinj? Një, vetëm një. Që një mujë që vrapoj e si një. A u shqetësove? Pa ja, nësë u shqetësove, blesh edhe një plak aty, a me mytë është. Jo, mes me mytë, ma i vetë kaloj shkojnë halë, dhe na kalon rrugës tonë. Unë e dalë shpesh, po ende s'kom hasë gjarpni. Gjarpni janë zakonisht janë në atë anë tjetër, ku bjen didhin, se ata janë lypin zetësi, gjarpnit. Radhë kom pa, pra disa vjetë radhë. S'pa thomë që s'ka, po s'kom hasë në gjarpni. Po a i duket shqetësu se kur shojmë shumë fëmijë duke lozur këthej, që mundet me Po, hasë është shqetësu, as për fëmijë duhet më kujdes. Profesor, më pëlqejnë dy detaje. Është shtëpia e tyre dhe ne vim këtu, zoja e parë që tha në deklarat, zotrimi i fundit që tha janë më shumë në pjesën ku e kap dielli, domethënë ku ka një rezatim më gjatë të hapësirës së Gërmisë. Në fakt, na i thanë dy gjëra shumë të rëndësishme për gjarprinjët, që janë pjesë e një ekosistemi dhe kanë rëndësinë e tyre dhe ne duhet të respektojmë këtë, dhe në të njëjtën kohë të tregojmë të kujdesshëm në vendet ku kemi një rezatim më të gjatë, për periudha më të gjata kohore, sepse potenciali dhe mundësia që t'i hasim aty është më e madhe. Po, realisht, Gërmia është habitati tyre, në banimi tyre, dhe ne jemi të prirur që të respektojmë habitatët e secilit, ashtu si që respektojmë shtëpinë e secilit, ose objektin banesor të secilit. Tash në këtë rast, shumica e gjarpnive që jetojnë në Gërmi, kryesisht i përshtatën zonat e ekspozimit diellit. Çka nuk kupton kjo? Që metabolizmi tyre varet direkt nga rrezatimi
ose nga ngrohja diellore, për arsye se janë shtas po kiloterme. Andaj, temperaturën trupore të tyre, që nënkupton aktivizimin e metabolizmit, do e sigurojnë ose përmes rrezatimit diellor direkt, ose indirekt që nënkupton prej objekteve, gurishteve të cilat realisht kanë marrë energji nga dielli. Por që ato do të gjejmë dhe shumë vite aty, janë aty, do të jenë aty, dhe lutemi që ne si qytetarë jemi të vetëdijshëm, të edukuar, që të respektojmë ata, mos i kemi frikë dhe të trajtojmë në mënyrën e duhur që dalim, të bëjmë rekreacion, të kalojmë një kohë ngërmi, të kemi kujdes patjetër, për arsye se kemi një prej gjatëve mus aty, dhe thjesht kryjmë rekreacionin dhe të kthehemi në atë kuptimin pa u dëmtuar dhe pa e dëmtuar askënd. Po përmendim gërmin, që në fakt është, nëse mund të themi, një lloj hapësire që ngjan me pjesë të tjera të Kosovës, që na le të nënkuptojnë që ata gjarprinj që i kemi në gërmi, në fakt i kemi edhe në pjesë tjera të Kosovës. Do doja të ndalemi tek llojet të gjarprinjve që hasim, dhe është shumë e rëndësishme që të bëjmë dallimin mes atyre që mund të na shkaktojnë dëme, pra që janë helmues, dhe gjarprinjve të tjerë të cilët ne mund të kafshohemi nga ta dhe të kemi kontakt me ta, por që nuk e kemi në rrezik shëndetin. Po, Edona, nga ulëmtimet tona disa vjeçare ne kemi konstatuar kryesisht dy familje të gjarprinjve. Është familja viperide, që ne quajmë si në përkat ose gjarprinjët helmus, dhe familja kolubride që i ka me lloje të veta ngërmi. Tashmë është e konstatuar që kemi vipera moditës ngërmi, është habitati i saj, kryesisht të pyjet gjithrënëse, të stela pyjore, të pjesë ulësirave që mund të shkoj edhe deri 900-1000 metra në të përhapje zonale. Po ashtu kemi dhe gjarprinj të tjerë që ne kemi bollën e shtëpisë, Zamenes Lungës i Musin, e kemi gjarprinj e but kushtimisht, që e quajmë nëse mundem të përkthejmë gjuhën popullore, që është familjes kolubrite, prapë koronela austriaka. Pastaj kemi edhe të familjes dy lloje tjera që kemi natrix dhe salata. Pra janë gjarprinj të cilët janë në zonat e tyre, duke qenë se aty zhvillohet cikli i tyre jetësor, aty kemi ushqimin e tyre, në shtazë me cilat ushqen, ka reptil të tjerë më të vegjël me cilat ushqen, qofshin ato hardhuca të llojeve të ndryshme, qoftë hardhuca Lacerta viridisi, ose Podarcis moralis, ose Podarcis taurica, apo kemi edhe gjitar të vegjël që një prej tyre është apo miu i fushave, apo që ne e kemi pothuajse në çdo pjesë, sepse e gjejmë aty. Tani, njëra prej pyetjeve më të shpeshta që po e dëgjojmë kohëve të fundit kur flasim për gjarprinjët është pse kaq shumë gjarprinj, pse kaq shumë prezent kudo? A ka ndikuar këto ndryshimet klimatike dhe temperaturat e larta, kjo ardhja e temperaturave të larta në 1-2 javë për një herë, si me thonë, ashtu, a ka pas ndikim në shumimin e tyre, në prezencën e tyre, si në fakt ndikojnë krejt të ndryshime klimatike, njësoj si ndikojnë të krijesat e tjera dhe të këta gjarprinja? Mund të themi që janë një faktori i rritjes së numrit tyre? Është një faktor që realisht mundet me ndiku, qoftë në prezencën ose mos prezencën e tyre, sepse ne po kemi periudha kur kemi një javë ose 2 javë me një diell direkt temperaturat larta dhe pastaj po shkojnë po bin temperaturat, që është një prej faktorëve që mundet me stimulu daljen e hershme të tyre. Po që realisht periudha prill, maj dhe qershor, sidomos prill dhe maj, është periudhë intenzive e ciklit jetësor tyre, kur ato zgjohen nga gjumi dimror kushtimisht, nga ajo gjendje qetësisë metabolike dhe aktivizohen me ngritjen e temperaturave, që nuk kupton që do të jenë aktiv për gjetjen e ushqimit, do të jenë aktiv për shumimin e tyre dhe për të mbaruar një cikël jetësor deri në fazën e vjeshtës, kryesisht tetor, fundi tetorit, eventualisht fillimin e nëntorit nëse temperaturat janë të pavarshme për ta. Që nuk kupton normalisht, çdo ndryshim klimatik, çdo ndryshim i temperaturës, ashtu siç ndikon për njeriut dhe do të ndikojë te organizmat e tjerë, që ne jemi tash në një formë të nështruar ndaj këtyre dhe duhet të gjejmë adaptim ndaj ndryshimeve që sot janë prezente dhe aktuale në mbar botën, por edhe te ne. Profesor, përmendë dimrin, nëse nuk kemi dimra shumë të fortë, kam rastistur shpesh herë të flitet që po s'kemi pas dimër të fortë, për këtë arsye kemi ka shumë insekte ose ka shumë të themi reptil në këtë rast. Ka të vërtetë në këtë, apo si qëndron? Tash nëse ne kemi dimri periudhat dimrore po e marrim, se ne kemi periudhat janarit kur kemi me gjellë po e marrim shembull. Dhe tash mekanizmat metabolik detektues të reptilëve ndaj nxehtësisë aktivizohen nëse në muajin dhjetor, nëse ka diell. Të mund gjesh sepse është një mekanizëm kushtimisht zgjuar nga ajo faza e qetësisë, dhe ajo detekton që ka temperaturat që janë komode për dalë dhe për të zhvilluar jetën, por që do të ndikojë normalisht sepse çdo aktivizim i hershëm do të sjellë pastaj edhe ciklin jetësor më të hershëm,
Po, a mund të Edhe një ketë... numër më të Po, madh. edhe një numër më të madh, po, a do të ketë pastaj... Prapë kjo varet prej numrit, varet prej fazës, prej grabiçarëve natyral. Për shembull, një prej tyre është i riqe që shumicën e rasteve gjun, po tash ne kemi gradualisht me këto ndryshime klimatike, ndërhyrjen e faktorëve antropogen, ndoqjen nga zhurma apo që në kushtimin shëbor, ne kemi gjitha këto interferojnë në ciklin jetësor tyre. Mundën kushtimisht më ushduk si lloje, nëse ne jemi tash për ndaj tyre, nëse dalim sot për marrim shembull një ekspedit mbysim Gjarprin, jemi sigur që do t'i mbysim 10 nëse nisim me atë mendim, 10 sot, 10 nesër etj, dhe kjo do të shkojë te paksimi i llojit. Andaj është shumë e rëndësishme që ne të kemi parasysh që çdo ngritje temperaturës, çdo kusht ambiental i favorshëm për ta aktivizon ciklin jetësor të tyre, që pastaj do të sjellë si rezultat edhe riprodhimin dhe pjesë të tjera të ciklit jetësor, ose si rrethoj këtë Më bëri përshtypje që theat që i riqët janë grabiçar të tyre, kam dëgjuar edhe për shqiponjat, edhe për breshkat, kam dëgjuar si qëndrojnë. Tash, mbarët në cilën fazë të zhvillimit ne i hasim ato. Në qoftë se për marrim shembull, ne kemi tash ku të gjejmë shqiponjat sot. Më shtrohet pyetja në cilën zonë. Prej fjalëve që dëgjova sot kur po flisim për këtë temë është, po edhe ka shqiponje ku shkome i tash mbarët në cilën zonë të shfaqjes janë, sepse shqiponja kërkon një habitat tjetër. Thjesht ta ketë të dukshëm zonën ku sulmon, ose i riqët, ose breshkat, por që mbarët prej ciklit, prej fazës të zhvillimit. Te format juvenile, për shembull, mund të shërbejnë si ushqim i këtyre shtazëve, por nëse kemi një vipere, e cila është marrim shembull me një jetëgjatësi mesatare 10-12 vite deri në 15, kjo do të nënkupton që as i riqës mundet me kry punë aty, sepse praktikisht ajo arrin në gjatësinë afërsisht 1 metër, shkon të 70-90 cm, por që pastaj përveç gjatësisë fiton edhe në trashësi që t'jep me në kuptu. Deri çfarë trashësie mund të ketë për shembull? Kryesisht viperat arrin prej 70 deri 90 cm, nuk arrin 1 metër e plot, format adultë, po që trashet në arrin perimetrin trashësi. Kurse te familjet e bollave, marrim shembull te Zamenis longisimusi, te Coronilla austriaka, te Natrixat, mund të arrijë deri në 2 metra. Unë personalisht kam pas përvojën që të marr një boll në Gërmi afër pjesës ku ndalen autobuset, aty te stacioni autobusit, stacioni 4-shit, ku ka kalu gjatësinë 2 metrëshit. Në atë pozicionin kur ne ngrit lart me dorë, ajo ka prek në të dy anët në tokë. Tash, kjo që me kuptu që krejt zhvillimi tyre, varet se sa është i favorshëm habitati për ta, sa ka ushqim, edhe sa ka mungesë të grabiçarëve, sepse ushqimi i bollshëm dhe mungesa e grabiçarëve i krijon një terren përshtatshëm, po i krijon një terren përshtatshëm për zhvillimin e tyre, pa u nditë të kërcënuar nga ngacmimet e këtyre grabiçarëve. Me pas ndonjë një boll kaq të madhe dhe me tregu kaq qetë mënyrën se si e ke mbajtur, do të thonë që s'është edhe çaq e rrezikshme. Po tash për ne jo, sepse në moment që ti manipulon kushtimisht në mbajtjen e gjatënive jo helmus. E para punës është që ti mos të ushtrosh presion fizik, sepse çdo shtazë ka sulmin e ka armën e mbrojtjes. Nëse ti ke me shtrengu kushtimisht, ose ke më kap më për fyti, normalisht do të reagojmë. Prandaj ose Gjarprin duhet të japsh lirinë që të lëviz shlirë nëpër durët e tua dhe trup ton, në atë mënyrë që ai më ngjej temperaturën tonë ose lëkurën tonë si pjesë të habitatit ku është duke u zhvilluar. Më aktive jo natën, ne kemi pas rast dalim në terren edhe natën, kur kemi zënë Natrix për shembull deri 1,5 metër ose 1,70, unë e di që në një formë të një story pataqit në Natrix në ora 1:30 ka qenë pas mesnate dhe ka pas reagime të shumta pse qysh me çfarë guximi e tjerë. Dikur profesionit bëhet pasion, edhe pastaj kalon në normalitet. Për mua Gjarprin që në normalitet. Do të thotë më mërzishme për mua është një mizë dhe një moshkonjë se sa një gjarpër prezent në mjediset jetësore. Okej, shumë interesant kjo. Tani me që përmende këta, kam dëgju që aty ku janë hardhucat janë edhe gjarprinjën. Po, normalisht. Sepse çka kemi të bëjmë? Kemi të bëjmë me 2 gjini, ose 2 lloje. Të kuptojmë shenjat paralajmëruese të mundësisë që kemi gjarprinë. Ose 2 lloje të njëjtës klase, kemi edhe reptil të dyja. Tash ne kemi në Gërmi për marrim shembull. Kemi Lacerta viridisin, ose hardhucën e gjelbër që ne quajmë. Kemi Podarcis moralis, që është hardhuca e mureve që e gjejmë afër shtresave të betonizuara, ose kemi edhe Podarcis taurika që është më shumë në zona gjelbëruar.
të zona e barishteve kushtimisht. Dhe tash, të trija këto shërbejnë si ushqim për gjarpnin. Dhe gjithmonë ne kur dalim në hulumtim, kur shohim që kemi këto hardhuca këtu, atër indirekt nuk kuptojmë që diku këto kemi edhe gjarprin, sepse gjarprit mund kryesisht të gjejmë të fshirë në stelën pyjore, afër trungjeve drunore, ose mund të ketë edhe mbi deg, zakonisht bollat, zamenis longesimusi, mundet më të lëshu edhe për para kështu gjatë hulumtimit, kështu që është një mirë që atë. Një përjetim pak më ndryshe. Profesor, tani njerëz në fakt janë vetisuar, sa unë konsideroj shumë falë punës të fotografëve që bëjnë në natyrë, fotografive që shpëndajnë, po mbi gjitha falë hulumtimeve që bëjnë profesionistë që qeni ju dega e biologjisë e të tjerët në Universitetin Prishtinës. Por sa realisht një dim për llojet e gjarprive që kemi në Kosovë, sa arrim t'i dallojmë, t'i identifikojmë cili është helmues, cili jo, dhe sa është e rëndësishme që ne të kuptojmë pakës më shumë, të mësojmë pakës më shumë për këto lloj gjallësash, në mënyrë që të mos dëmtohemi as ne, pas as specia në fjallë. Por realisht, ndona duhet këtë një plan shtetëror kombëtar që ka të bëjë me mbrojtjen e specieve të cilat janë me interes veçantë për Kosovën. Ne në vendin tonë i kemi të konfirmuar 3 llojet viperave. Vipera moditës, vipera berus dhe vipera ursini. Po që berusi dhe ursini në lartësimet më mbi detale. Në shkojnë 1500-1800, kemi në zonën e Rrugovës ose në zonën e maleve të Sharrit. Në Sharr, për shembull. Që realisht rreziku nga ato është pak më i vogël sepse ne më pak frekuentojmë ato pjesë. Vipera moditës është kjo e ulësirave që ne më shpesh ndeshim dhe takojmë me to. Kryesisht janë këto 3 lloje të gjarprive helmus. Pastaj llojet e gjarprive jo helmus, ne kemi zamenis longesimusin të konfirmuar, e kemi dolohiposkaspiusin të konfirmuar që është më shumë ka zona e dugagjinit në tonë, pastaj kemi natriksat, të 2 llojet, natrix tesellata, e kemi prap koronilla austriakën, që përbëjnë atë volumin e gjarprive të cilët ne i kemi në Kosovë. A kemi lloje i pa konfirmuar nga hulumtimet e mia është edhe zamenis situlla, ne e quajmë si leopard snake, është në zonën e brezit kufital me Maqedoninë, por edhe për kundër hulumtimeve disa vjeçare nuk kemi rënë akoma në të që ta gjejmë, sepse edhe gjeqja e gjarprive është çështje fati, që ty nëse një ditë ke pas fat që t'jesh në ditën e tyre të gëzuar, ti do të gjesh, po ndryshe mund të sorallat është tërë ditën nuk sheh asgjë. A duhet të njohemi kryesisht gjarprinit helmus dallohen prej gjarprinjve që realisht janë jo helmus, po kryesisht nëse ne i referohemi familjes viperide, tash e kemi kokash në fund trekëndëshi, që të vipera moditës na e kemi një modifikim tash të rostrumit. Rostrumit e kemi majën e turirit, që ajo shkon pastaj si brizë të nalt, dhe shumicën e rasteve ne njohim popull si gjarpri i gurit, gjarpri me bri ose në përka. Do të thotë është një shenjë identifikuese jashtëzakonisht shumë e dukshme, që pastaj ngjyrat zigzake në trupin e saj, trupi i trash, i gjatë me një bisht të shkurt, që zakonisht bishtet e viperat është shumë i shkurt, kryesisht pjesa më e madhe është trup. Do të thotë koka në fund trekëndshe, prezenca e brithit të vipera moditës, ose mungesa e tyre të 2 llojet e viperave të tjera, qartë e diferencuar prej pjesës tjetër trupit, sepse në momentin që mbaron koka është pak më ngushtë, kushtimisht po e thujmë zona qafore dhe pse ekziston, që vazhdon me trup dhe me bisht. Në një shenjë identifikuese që prapë po them, qoftë Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit ose qoftë Ministria e Mjedisit duhet të ketë një guid që të paktën në zonat ku ne dalemi për shëtitur rekreative me fëmijët tanë, kemi një tablo ku ne kemi praktikisht një fotografi dhe jemi të informuar se cilat lloje të shtazë mund t'i hasim këto. Që pastaj mbi bazën atë informacioni ne të kemi kujdes në ato zona. Ose nëse një zonë është konstatuar që ka shumë më shumë, thjesht që të markohet si zonë e rrezikut më të lartë për shkak të prezencës së gjarprit. Që realisht ne jemi të lirë në konceptin që të shëtitemi me fëmijët tanë në ato zona ku kemi qenë. Tani, çfarë të bëjmë në rast se veç kafshohemi nga një gjarpër dhe ne nuk e dimë nëse jemi kafshuar nga një gjarpër helmues apo jo? Pa marrë parasysh cile lloj të jetë, si duhet të veprojmë? Tash edhe kafshimi dallon, sepse shihen qartë shenjat e një kafshimi nga gjarpri helmus dhe jo helmus. Unë them nganjëherë që me të kafshu gjarpri jo helmus është si me të kafshu një fëmijë, jesin dhëmbët realisht, mund të kesh pak gjakderdhje nga këto
enët sipërfaqësore të gjakut, por që nuk paraqet ndonjë problem, thjesht me një dezinfektim të hollë të vogël me alkool, që me kuptu që zona është e pasur, mund të ketë pak dhimbje momentale, por që nuk është rrezikshme. Te gjarprit helmus, kafshimi realisht duket qartë, sepse janë dy vrima që nuk kupton dy dhëmbë helmus, të cilat në moment të hapjes së gojës ata binë pozicion vertikal për kafshim, që mund të jenë dy vrima në dorën tonë, që ne e dim që jemi kafshu, duhet automatikisht në vendin e ngjarjes të izolohet zona, kushtimisht prej bryllit deri te pjesa e kyçeve, te durt është pjesa më e frekuentume, ose zona që më shumë t'i kafshohet, ose pjesa prej gjurit deri te nyja këmbës poshtë që më shumë t'i kafshohet. Automatikisht jepet ndihmë e parë në teren, me një lidhje të fortë të dorës, në mënyrë që helmi i cili ndodhet në qarkullimin e gjakut mos të arrijë të shkojnë në zemër dhe pastaj që përndaten për krejt trupin, shtypet pjesa e cila është kafshu në mënyrë që helmi të del jashtë, duhet pasur kujdes që ose kemi ndonjë plagë në dorë, ose në disa raste praktikohet edhe thithja asaj pjese në mënyrë që pastaj të hudhet jashtë, ose kemi ndonjë plagë në kavitetin oral, nuk bën asesi që të manipulohet, për arsye se rrezikohet helmimi edhe i ndihmësit. Këtë kjo jipet deri në 9 minutë në të cilën ka ardhur ndihma e shpejtë të cilën ne e kemi kontaktuar. Sepse në të kundërtën rrezikon që ai helm që fortësia e tij, kualiteti i tij mund të jetë e me moshën e gjarprimit, mund të jetë me kohën kur gjarpmi ka kafshu për herë të fundit, sepse sa më shumë që qëndroj helmi në gjendra të helmuese, pjekuria është më e madhe, forcia është më e madhe, në një farë formë unë thëmë është sikurse vena, sa më e vjetër që të është më kualitet. Edhe helmi i gjarprimit sa më e vjetër që të është më i rrezikshëm për populatat ose për njeriun i cili mund të kafshohet. Më bëri përshtypje derisa po lexoja sot për këtë temë një informacion me Aza. Është shumë e rëndësishme që të mos panikavim, të mos shqetësohemi me një fjalë shumë kur kemi kafshim të gjarprit, sepse rritet adrenalina në trup dhe gjaku, zemra pompon më shpejt gjak. Pra, a është e mundur që të mbruajmë qetësinë sadopak? Po thash faktori stresues, vetë fakti kur ne me dikon bisedojmë për gjarprej, ai ik prej teje. Vërtet. Tash ama që në një farë forme ka njerëz që thonë ama qetësinë tënde dhe unë po ta dho lirin time. Në këtë konceptin që ne duhet patjetër që jemi të qetë, sepse dim që në situata stresuese organizmi del kushtimisht jashtë nga normalitetit. Dhe kjo pastaj përveç sistemit pompues më të shpejt do të ketë edhe inkorporim të pjesëve tjera ose të në këtë rast të helmit në sistem qarkullimi i gjakut. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të lexojmë, të kuptojmë se cilët janë ata, të marrim informacion edhe në rast se si duhet të vetë ndihmohemi nëse kemi dalë vetëm për të vrapuar. Që me një lidhje, me një shtrydhje, me një shtypje dhe largim të atij helmit derisa të arrijnë te ndihma e shpejtë. Kështu që nuk është momenti që të kemi panik, të kemi kujdes të njohim të sillemi mirë me ta por jo të bëjmë panik sepse realisht ne po dalim në habitatin e tyre. E gjatë. Tani, këtu doja të dilja në fakt, pse është e rëndësishme që t'i mbrojmë këto gjallëza dhe të mos i vrasim, sepse jemi dëshmitar që nga njerë edhe duke e dikur që nuk janë helmues, ne i vrasim gjarprinit, sepse është ajo frika që e kemi ndaj tyre dhe ndonjëherë bëjmë edhe gabim duke marrë një veprim të tillë, sepse në fakt po prishim një zinxhir që lidhet me funksionimin, me jetën në natyrë. Që dona, ne kemi, në zhargonin shkencore, kemi thjesht një cikël jetësor, një gjallëse, e cila i përket një zinxhiri ushqimor, dhe në kuadër të atij zinxhire, nëse gërsheton ata zinxhire sjellin një rrjetë ushqimore. Secili prej këtyre llojeve ka nishën e vet ekologjike, nuk kupton atë pjesën e vet në kuadrin e asaj hapësire, dhe pse ne duhet të kemi kujdes me ta. Shtrohet pyetja nëse do të zhduken gjarprinit, çka do të bëjmë me minjët? Po pra. Sepse minjët ose brejtësit, pa marrë parasysh llojit, në shumicën e rasteve shërbejnë edhe si vektor të barqjes së smundjeve. Çka do t'ju bëjmë hardhucave atëherë? Që do të rritet numri i tyre. Do thotë ne nëse intervenojmë në një pjesë të zinxhirit ushqimor ose rrjetës ushqimore, domosdoshmërisht do të kemi disbalanca pastaj në pjesë të tjera. Dhe ne do të vujmë pastaj prej numrit të madh të brejtësve. Ose kemi mungesë të hardhucave, do të vujmë prej numrit të madh të insekteve të ndryshme me të cilat ato ushqehen, ose do i mbysim mretkocat.
do të kemi prap problematik me çka me numrin e insekteve me cilat ato ushqen. Prandaj është shumë e rëndësishme sepse këto janë pjesë të ekosistemit ku ne jetojmë, edhe në një formë apo formën tjetër na krijojnë neve komoditet në hapësirën ku edhe ne jetojmë, se ne bashkëjetojmë. Është një bashkëjetesë e domosdoshme. A kemi qef apo s'kemi qef, po tjetër gjë. Po është një bashkëjetesë e domosdoshme ku ne bashkëjetojmë ata sepse marrim të mirat prej tyre, kushtimisht në mbajtjen në kontroll të brezëve, e mora shembull brezët dhe duhet thjesht t'japim diçka për ta. Këtë rast kujdesin në atë aspektin që mos t'i mbysim se dëmtojmë veç pse ka dalë, presim, qarkullon, futet në zonat e tij edhe vazhdon të ecim ose të vrapojmë në stazën që jemi duke vrapuar. Normalisht. Është ajo parimi, po më respekton të respektoj. Edhe kjo është edhe në botën shtazore, vetëm se tash ndryshon forma e komunikimit. Sigurisht. Profesor, një pyetje të fundit për krejt shikuesit që po na dëgjojnë edhe po na shikojnë tani. Pash që jon Kamenit ka më shumë të gjarë prej, dikush tjetër tha jo, dikun Drenit ka më shumë, dikush jo në Dugagjen. Nga hulumtimet që keni bërë, nga puna në terren, ku keni hasur më shumë të gjarë prej? Po tash e dona shqyqon. Tash dush me konsideru vetën me fat në qofse në një zonë ke dalë, se mund ndodhë del në një zonë dhe ti me javë tëra mund pajsh vetëm hardhuca. Tash, në qofse ne marim zonën e Gërmis të konfirmume, të hulumtume dhe rezultatet edhe në konferencat ndërkombëtare që i kemi dërgu, pastaj është zona e Mirushës, pastaj kemi zonën e Dugagjinit me gjitha pjesët e vetë. Për marim shumë brezi kufitar, qofse shkojmë në pjesën e Prizrenit, brezi kufitar me Shqipërinë. Edhe aty kemi sepse çka kushtet të cilat janë në Kosovë, qoftë ato që vinë përmes rrymimit të Drinit Bardh, ajo rryma mesdhetare, krijojnë një terren të përshtatshëm për zhvillimin e tyre gjallësave. Ku kemi më shumë dhe ku kemi më pak, normalisht në ato habitate ku nuk ka intervenuar njeriu, me prishat balancën ekologjike të tyre, ata jetojnë të qetë dhe shumon të qetë. Në zonat ku realisht ka intervenu njeriu, qoftë me prishjen e habitateve të tyre, fragmentimin e tyre, ose pushtimin e tyre për çështje rekreative, normalisht që edhe ata janë të ngjeshëm ndaj ndërhyrjes antropogjene, qoftë zhurmës, qoftë çapo punës, punimit toka të ndryshme, etj. që prap do të ndikoj jo në zhdukjen e tyre kushtimisht, por në zhvendosjen e tyre në një pjesë tjetër ku ata e konsiderojnë si më të favorshëm për jetën e tyre, sepse ka shumë parametra me cilët detektohet, ka shumë parametra me cilët vlerësohet, por që ne jemi në vazhdim e hulumtimeve, besoj që do të ketë një periudhë pothuajse minimum 10 vjet që ne të nxjerrim një guid të përgjithshme për shtetin tonë, sepse nuk është e lehtë. Ka disa shtazë të cilat të thrasin, në këtë rast bret kocat, me këngën e tyre të thrasin dhe tregojnë që ku jemi ne, por të reptilët duhet vraposh mas tyre. Dhe mund ndodhë ke përgatit krejt aparatin fotografik për ta fotografuar, dokumentuar në moment kur ti të shkrep ka ik. Dhe ti nuk mund ta dokumentosh prezencën e saj pastaj. Këto janë gjëra të cilat realisht janë relative, këtë ndikimi faktorëve, përveç antropogjen, ndryshim klimatike, fragmentimi i habitateve, thash më herët, ndryshimet, ridestinimi, pastaj kemi zona e urbanizuar e Gërmis, për marrëm shembull Gërmis, më herët Gërmia ka qenë pjesa e parkut, ka qenë shtëpiave, zona e banueshme ka qenë më poshtë, tash kemi gati në hyrje të Gërmis zonë banuar, gjitha këto ndikojnë që ne të kemi një prishje të balancës dhe zhvendosje kushtimisht. Po e themi zhvendosje sepse me thënë zhdukje është një terminologji shumë e rëndë, dhe s'duhet ta them. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne dhe për gjitha këto informacione që ndave me një dhe shikuesit tanë. Shumë falenderit. Falenderit shumë e dona nga ana juaj. Uroj që shikuesit tanë, popullata jonë t'i ketë marrë udhëzimet dhe informatat e duhura në raport me këtë grup të gjallësave. Falenderit shumë. Falenderit juve.